kënaqësi se sot midisnesh kemi kreun më të lartë të shtetit shqiptar dhe vjen dhe nderon shkollën shqipe Alballaj në Bronx, një nga këto të rritit më të madh në diasporë të Alballaj. Shkollat shqipe të ngritura në gjithë New Yorku, deri në Albany, në kryeqytetin e New Yorkut, pesojnë sa 7 kala. Vjetë mësim shqip pa ndalur, qoftë dhe një sekond nga programi ynë, 19 vjetë shqip mund, djers, beteja dhe të gjitha këto janë kthyer në pika floriri si shkronjat e alta të gjuhës sot. Falënderimet e prindërve të jetë të kënaqur, nga se shkolla do t'i bëjnë të jetë të zënë me puan kualitative, se sa të qërojnë sytë pranë iPadit, lojnave shpesh të çmendura është gjuha e nënësime, më thajnë nxënës gjatë bisedave të shkurtra, dhe unë tani po të rinë shumë, lotot breshë do të më shkojnë para mësimit, i cili më pregu thellë dhe më kujtoi prodatorin e shquar një trush kuteri që thotë, të falim ty, o ju, hori, të zidë nënës qetësi, të këngë foshnjës, kartërsi, të hafshi zemrës dashuri, gjithmonë e ëmbël, mjaftë, zgjoj. Ky program skrupulos, serios dhe profesional nuk do të kishte sukses pa mësueset e talentuara e Tela Munda, Elona Shkreta, Fatlita Vajqin-Cagashi, Rosetta Jusemi, Elena Mulkaj, Edita Isufaj, Albana Lazri, Ena Shkëmpi, Edrina Belishka, Gresina Gasha dhe Davida që më ka sot dhe më ka për surprizë, shumë të Davida. Bashkimin e kopit shqiptar fillon nga gjuha shqipe që është identiteti ynë kombëtar. Alballaj është shumë e suksesshme dhe në programin e gjuhës shqipe të caktuar nga shteti i New Yorkut, që nxënësit që kalojnë testin 12 kredite dhe shme një kontribut të madh Alballaj, sot këtu konkretisht kemi Oresti Salilari që se ka ardhur. Zoti President, nëse nxënësit e Alballaj dhe të gjithë New Yorkut në shkollë të mesme kalojnë testin e gjuhës shqipe, ata marrin 12 kredite kolegi dhe nuk paguajnë dhe para, jo vetëm kreditet kolegit. Oresti Salilari sot është debë në fundin tonë. Ai është në Barnard College. Kemi dhe nxënësin e talentuar Sara Palili që ka mbritur vetën e duart e mia, ku Sara? E kemi në jetë që ka mbritur Sara. 12 kredite kolegi Sara dhe sot është në Yale University ku kanë qenë 2 presidentët, Bill Clinton dhe Hillary Clinton, ja Sara. Është shumë kënaqësi që unë të nderoj sot Alba Pro me Amir Suka dhe Aron djalin e Amirit i cili shatë në këmbë ka qenë nxënës i shkollës shqipe Alballaj. Amiri është me 4 çmime emri zoti president. Amir Suka, kur jeton Amir Suka. Dhe punon në Bashkinë e New Yorkut dhe televizionit. Dua të nderoj televizionin Nori Show që ka ardhur bashkë me amerikani Mike Todd. Thank you Mike, thank you so much. Dua të falenderoj inxhiniero dhe Salilari, Balon Gërpeshin, Xhavit Picamin që ndihmojnë shumë për mediat tona. Dhe me të vërtet është shumë krenari dhe unë lu falenderoj zoti president dhe kjo vizit juaja historike këtu në Bronx ku është diaspora më e madhe shqiptare nuk do të harrohet kur, sepse është vizit historike, është kreu i lartë i shtetit shqiptar dhe mbi të gjitha shkolla shqipe ka përparti Alballaj dhe presidenti Bajram Vedaj është simbol i unitetit të kopit shqiptar. Falenderit me Ilberaj, kryetarit të Latë Shqiptarëve Shqiptaro-Amerikanë. Juftoj të gjithë të qoni në këmbë për të interpretuar 2 himnet kombëtare amerikane dhe shqiptare, udhëhequr nga artistja e shquar të Shqipërisë, Amenti Kërliu
e cila është e publikuar në Maqedonisë, por është dhe me famë botërore, por mbi të gjitha udhëheqje e shkollave shqipe Arbalajt, udhëheqje program. Kënaqësi më të madhe në çdo shkencë të botës e kam vetëm këtu, para në zonë shkencë Arbalajt. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through light, our rampart we watch, were so gallantly streaming, and the rocket red light, the bombs bursting in air, gave broad through the night. There our flag was still there. Oh, say does the star-spangled banner yet wave? Our land of the free and the home of the brave. Red flammor vita per bashkuar, vinget e shirdenje qëllim, të gjitha tje duke betuar, të lidhim besën për shpëtim. Prej lufte veçaj largohet, që është lindur trajtor. Kush është burrë nuk frikoj, por antes vdesnjë dëshmor. Prej lufte veçaj largohet, që është lindur trajtor. Kush është burrë nuk frikoj, por antes vdesnjë dëshmor. Ftoj zotin Kemaçilo, themeluesi televizionit dhe shkollave shqipe në gjithë New Yorku dhe në online për të përshëndetur. I nderuar zoti president Bajram Begaj, Honorable Assemblyman John Kakar Jr., të nderuar mësues, prindër, nxënës të shkollës shqipe Arbalajt Grosh. Sot është një ditë e veçantë në Nicnes, presidenti i Shqipërisë, zoti Bajram Begaj, të cilin në emër të bordit të televizionit dhe shkollave shqipe Arbalajt i uroj misearen dhe e konsideron një vlerësim i punës 19 vjeçare të stafit të shkollave shqipe Arbalajt
që me përkushtim kanë punuar për të mësuar gjuhën shqipe, historinë dhe kulturën e popullit shqiptar. Le të dhurojmë një duratërkitje për ardhjen në shkollën shqipe Arballaj në Vrandash. Është shumë e vështirë të përmbledh gjithë punën e përkushtimin e mësuesve gjatë këtyre 19 viteve në pak minuta, për të cilin djerasit i falenderoj të gjithë mësuesit që kanë punuar gjatë këtyre viteve, por dua të theksoj se shkollat shqipe Arballaj kanë qenë një burim frymëzimi edhe për shkollat e tjera në mbar diasporë. E theksoj këtë, sepse edhe në kohën e vështirë të pandemisë të COVID-19, nuk e ndarë mësimin e gjuhës shqipe, por ishim të parë që filluam me një mësimin online, falë përvojës të mësimit në online që kishte profesore doktore Barbara Zylo Watkins, nga dhënia mësimin në online në universitetet edhe para periudhës së pandemisë. Ajo është njëkohësisht dhe bashkëthemenuese e drejtore e procesit mësimor të shkollave shqipe Arballaj, që trajnoi jo vetëm mësuesit e shkollës sonë, por edhe këshillin e arsimtarëve të diasporës, ku dhe unë bëja pjesë me kryesinë e atij këshilli për disa vite. Në vitet e pandemisë, shkolla Arballaj u bashkuan edhe shkollat e Chicago, Halifax në Kanada e mjaft nxënës e studentë nga Amerika dhe Europa po ashtu. Shkolla shqipe Arballaj u themelua në qytetin e New York në vitin 2007 e ushtrime i herë si një plurë kozmik, thotë koncedat, në të gjithë qytetet e metropolit të New York. Vitin e kaluar, hapëm edhe një det tjetër në Albany, kryeqytetin e shtetit të New Yorkut, me gati rreth 50 nxënës. Sigurisht kemi patur edhe vështirësi e pengesa, e sidomos të shkaktuara nga ndryshimi i padëshëruar i shkollave publike, ku bëjmë mësim, e ndonjëherë kemi lëvizur nga një shkollë në tjetër, në shkollë në tjetër, por më keq ishte kur lëvizur nga qendra shqiptare e Iliria, se u mbyll e na u desh të rivendosemi përsëri këtu në këtë qendër në Christopher Columbus High School, falë ndihmës e dashamirëses së drejtoresës Julia Neriman, që e falenderoj publikisht. Shkolla shqipe Arballaj është lauruar me titullin ambasador i kombit nga shteti shqiptar dhe është e 10-mja shkollë diasporë që mban në nder këtë titull. Po ashtu jemi vlerësuar në 2 rezoluta të veçanta nga Asambleja dhe Senati Amerikan për punën e madhe që Arballaj ka bërë për mësimin dhe ruajtjen e gjuhës shqipe, ku gjerasit të falenderoj veçarisë Asandin John Zagaro Jr., që ishte sekretari i paraqitjes së rezolutës në parlament në 22 maj 2024 dhe senatori Martin Golden, që ishte sekretari i paraqitjes së rezolutës në Senat në 28 prill 2018. Let me thank you them and please give them applause for what they did for Albanian School Arballaj. Padashur të zgjallë, Sekretaria e Shkollës Shqipe Arballaj është pasuruar në kronikat e shumta të televizionit Arballaj, e gjenden në YouTube, e transmetohen pothuajse për ditë edhe i transmetohen në televizionin Arballaj. Më lejoni që në emër të bordit të shkollave Shqipe Arballaj dhe televizionit të vlerësoj ardhjen për vizitë të presidentit Begaj e t'i dorëzoj një plakë mirënjohje me motivacion. Televizioni dhe shkollat Shqipe Arballaj, ambasadori kombit, i prezantojnë presidentit Shqipërisë zotin Bajan Begaj çmimin e lartë të mirënjohjes si presidenti i parë i Shqipërisë që viziton shkollën Shqipe Arballaj në Bronx, New York, dhe bëhet burim frymëzimi për vazhduar më tej këtë mision kombëtar. Dorëzuar në 27 shtator 2025 nga Qemal Zylo, themelues dhe drejtori i shkollave shqipe dhe i televizionit Arballaj.
tani para jush Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Zoti Bajram Begaj, kreu i lartë të Shtetit Shqiptar, simboli i unitetit të kombit shqiptar, Bajram Begaj. Shumë faleminderit Kozeta. S'pari me joni të falenderoj të gjithë ju që këtë mundur këtë takim për faktin e këtyre emocioneve kaq shquara që unë kam marrë në gjithë takimet që kam bërë me Komitetin Shqiptar dhe veçanërisht me Komitetin Tuaj dhe me shkollën dhe televizonin Albalazi. Të dashur fëmijë, të nderuar mësues, prindër dhe miq të ftuar, sidomos miqtë amerikanë. Është kënaqësi e veçantë që të bëjmë këtu sot mes jush në këtë vatër të gjuhës dhe kulturës sonë. Rrjeti i shkollave Albalazi është një histori suksesi. Është dëshmi e dashurisë së shqiptarëve për gjuhën anëtare, për identitetin tonë dhe për traditat tonë. Ashtu sikur edhe Zoti që male përmendi, për pothuajse 2 dekada, Albalazi ka qenë një dritare e hapur për fëmijët e diasporës, duke i mësuar atyre jo vetëm gjuhën shqipe, por edhe krenarinë dhe prejardhjen e tyre. Edhe në ditët më të vështira të pandemisë. Kjo shkollë dëshmoi se asnjë sfidë nuk mund të ndalë misionin e shenjtë të arsimit dhe ruajtjes së gjuhës anëtare. Dua të shpreh mirëmbajtjen time për zotin Qemal Zygo, për Kozeta Shëmburat, për themelimin dhe drejtimin e këtij rrjeti. Për faktin se zoti Qemal tha që Kozeta është gjysma ime më e mirë, që u mendoj se i takon asaj suksesi më i madh dhe një falënderim i veçantë. Një falënderim i veçantë për të gjithë mësuesit për kushtimin, dashurinë e treguar që ti mësojmë brezit të ri, fëmijëve tanë, gjuhën dhe kulturën shqiptare. Për kushtimi i familjes Zyve për të ruajtur dhe forcuar identitetin shqiptar në diasporë është një shembull frymëzues për të gjithë ne. Dhe ju me drejt përmendet dekorimin nga shteti shqiptar, është një vlerësim i merituar për vizionin dhe kontributin tuaj të jashtëzakonshëm, po është shumë pak krahasuar me atë çfarë ju bëni. Realisht ju jeni përgjigjës të shkaktit të këtij misioni të madh që ju keni. Të dashur prindër, unë ju përgëzoj për përkushtimin tuaj, për dashurinë tuaj që tregoni duke sjellë fëmijët tuaj të mësojnë në këtë shkollë. T'i dhuroni atyre një pasuri që do t'i shoqërojë ata për të tërë jetën, gjuhën tonë, gjuhën e shtetit anëtar, autonomi e kombit shqiptar. Gjuha është atë që ne mbajmë vetë. Është lidhje me të kaluar që forcon rëndin nga nevojë, rëndin e identitetit tonë shqiptar. Të dashur fëmijë, ju jeni ardhur kudo ku jetoni, ju e keni në zemër Shqipërinë. Unë kam vetëm një këshill. Ruajini dhe mësoni gjuhën shqipe me shumë dashuri, sepse ajo do t'ju bëjë më të fortë, më të pasur shpirtërisht dhe më krenar për atë që ju jeni dhe përfaqësoni. Ju falenderoj nga zemra edhe një herë për këtë mikpritje, për emocionet, për dashurinë që ruani për atë. Dhe ju siguroj se Shqipëria është krenare me ju, është krenare për ju. Unë duhet ta mbyll me një shprehje të huazuar në fakt, nuk është e imja, por që më prek. Shqip do flas dhe shqip do shkruaj, edhe pse jam në dhe të ruaj.
gjuhë të nënës shqipe në kam, janë krenar të shqiptarit. Dhe tani para jush ftoj assembly member zotin John Zakaro, I cili ka mbështetur is very close friend to the Albanian community and special to our life. We are very thankful and thank you so much what you have done for the Albanian community and for the Alba life. Bless you and welcome. Morning. Mirëmëngjesi. Well, it's an honor this morning to be here with so many of you. And it's a special honor to welcome President Bengai here into the Bronx and into our community here in this district. I want to thank Kemal, I want to thank Rosetta, and the entire Alba Life family for all that you do for our Albanian community here in the Bronx and across the state of New York. And I want to thank Alba Life for welcoming me into your space and into your community. As Mayor David Dinkins once said, New York City is a great mosaic, a beautiful tapestry woven together by diverse cultures and communities. And the Albanian community is a vital part of that mosaic, enriching our neighborhoods with your culture, with your traditions, with your spirit, with your resilience, and with your amazing burek and chibaba. Your contributions to so many of you strengthen our collective identity, and it makes us a more vibrant and united community. And together we celebrate not only our differences, but we celebrate our shared values, which make us stronger together. And so thank you for being an integral part of this community and the story that will be told about the Albanian community here in the state of New York. And it brings me great pleasure today to be able to invite Mr. President, if you can join me up here. Great honor today to bestow upon you a New York State Assembly proclamation in commemoration of your visit here to the Bronx, your commitment to Albania, and your commitment to the people that you serve. And I want to thank you with that and present you today with a New York State proclamation on behalf of all your service. Mbas një burit të suksesshëm natyrisht është dhe një grua e suksesshme që mbështet bashortin, familja, një duar trokitje për familjen e shenjtë shqiptare. Këtu një disnesh kemi zonjën e parë, Armanda Begaj, ju lutem në këmbë zonja e parë e kombit shqiptar, Armanda Begaj, është prenari kolege që pa kemi këtu një disnesh, kur lexova rezumen biografinë e saj, Ngela e manitur dhe njëkohësisht pse jo edhe shumë prenare, sepse midis nesh kemi një kolege e cila ka qenë mësuese matematike. Faleminderit. Një duartrokitje të fortë desha dhe për dy ambasadorët, janë diplomat, kanë ardhur pranë Alba Life, dhe ne nuk I harrojmë kur, jemi shumë I njohës se nuk ka më keq se mos I njohësit. Prandaj një duartrokitje për ambasadorin Bushati, që ishte ambasadorin në Washington, dhe ambasadorin doktore Suela Janina.
E me që se me fjalimet që se drejta bota e fëmijëve nuk është se i ka shumë të shirë, tani pra njus do të kemi këngën nga fëmijët tanë, dëgjojni se si ata citërojnë shqip, kaq bukur, kaq manicër, kaq mrekullisht, me këngën Xhamadani Via Via, interpretuar dhe udhëhequr nga artistja e shquar e bukur, elegante, Valbona Peraj, e cila është shumë e njohur në skenat e New Yorkut dhe po ashtu ka fituar çmime në festival. Valbona Peraj dhe nxënësit e mrekullueshëm shqiptar. Atëherë do doja personalisht të të falenderoj për ardhjen tuaj në mesin tonë, se kjo është edhe një iniciativë e mirë, e bukur, dhe jemi krenar që kemi në mesin tonë, në mesin e këtyne, ne kemi e ardhmja Shqipërisë, por besomi një diçka është, edhe e ardhmja e Amerikës, këta yje të bukura të tonë. Është një kënaqësi për ne që të kemi bashkë në zonjën tonë të mrekullueshme, mirë se keni ardhur. Dhe do doja një duar trukitje dhe do i dëgjoni sa bukur këndojnë Shqip, edhe anglisht këndojnë bukur, por më bukur këndojnë Shqip. Do doja gjithë së bashku edhe me prindrit, të shoqërojmë me këngën, pasi ne këtu këndojmë vetëm këngë patriotike. Jo se nuk i dim këngët e tjera, por na merr madhe për Shqipërinë tonë. Atëherë një duar trukitje për të gjithë fëmijët e mi që kanë këtu, edhe janë, do këndojmë të gjithë së bashku, ama dhe juve do këndoni sot, apo jo? Hajde maestro, vetëm bazën muzikore dhe ne do këndojmë live Xhamadani Via Via. Do doja duar trukitjet nga ju dhe nga nxënësit gjithë bashkë. Kam një not pikon si janë, se në sheku jam shqiptar, e kur malet të mi mloj bora, për atë këngës jo mora. E kur malet të mi mloj bora, për atë këngës jo mora. Xhamadani Via Via, është zona, është Shqipnia. Resti zemër Shqiptelia, o sa e madhe është Shqipnia. Rrugës time për Shqipëri, ka porcion një drinjësi, dhe o nisa për me ardhe, por si pala e prinit bardhe. Dhe o nisa për me ardhe, por si pala e prinit bardhe. Shkoj bashkë! A par prinit! Xhamadani Via Via, është Kosova, është Shqipnia. Resti zemër Shqiptelia. Shkojmë gjithë bashkë. Xhamadani resti zemër Shqiptelia. Faleminderit shumë. Një duar trukitje për këto yje, do doja dhe flamurin në duar tuaja. Mësim të matematikë. E tela e lona ku është? Davida? Ok.
Do doja një duar të mi të fort për mësusat një për parë, për Kozetën edhe inxinjerin. Jemi inxinjera dhe Kozeta thot, ju të dy, vetëm i boni komplimente njëri tjetrit. Unë kam një djalë në shtëpi edhe ka herë të me zi e dëroj, se si dëroni gjithë të fëmijë, jo, o zot. Një duar trokitje të fort për ju. Jeni ikona, jeni idhët i kemi. Do këndojmë bashkë? Hajde maestra. Dhe tani hymni I shkollave shqipe Arballaj në drejtimin e Barbona Peraj. Hajde prim me inkurajone me duar trokitje të mbredovit. See
Dhe sot jam shumë krenare sepse filloi në shkollën publike amerikane në shkollë të mesme si një nga nxënësit e nderuara në programin e të nderuarve. Një duartrokitje për Laurën. Si zoj që blidhemi rreth shkollës shqipe, luajmë dhe gëzojmë të gjithë bashkë. Shqip të flasim në çdo orë mësimi, bëhemi kurore e një miqësi të artë. Unë jam Laura nga New Yorku dhe sa e dua gjuhën shqipe. Dhe shkollën e famshme Alba Life që janë foleza të zemrës sime. Bekuar qofshin mësuesit tona që na kanë mësuar këtë gjuhë kunjore. Prandaj çdo 7 mars ne ju dhurojmë tufa mimozësh me aromë arbrore. Mësuesit tona me gjuhën mjalt sjellin pranë një copë Shqipërie. Shqipja na bet kimi atit në çdo qëliz me gjak i lirie. Sytë e tyre shkrepin zjarë, kur ABC-n në mësojmë. Në Amerikë dizet je parë, si hene plot ne diqojmë. Dhe tani kemi shumë lullet, në fakt janë gonxhe të gjitha, dhe është një kopshtim mrekullueshëm këtu në zemër të New Yorkut. Le të vi pranesh lulja e Tukajgjinit, Eliana Shana. Me kontribute familjare, motra e saj ka qenë pranesh, është marrë me vallet kush Eliana, lulja e Tukajgjinit. Një partrokitje që Ne presim maestron tonë të vendosim në shkollën tonë në Tukajgjinit. Ti do flasësh një përshëndetje të vogël për presidentin Kushiba, ha? Përshëndetje. Mirë se erdhe presidenta e Kosovës. Sepse muzika jemi ne, ti e zëri brila të joni. Një duar trokitje për numëroshën tonë. Dhe tani, Hallja e Tropojës, si që dini, është ruhet në UNESCO dhe shkrenarin për shkolla shqipe Alba Life, që e kanë interpretuar çdo vit Vallen e Tropojës. Sa të rregullojnë, vitin e kaluar, patëm grupi LAB, për herë të parë në historinë e diasporës, që vinte një grup LAB. Ne kemi pasur jo vetëm grup, por kemi pasur edhe nxënës nga Rogozhina. Rogozhina e presidentit tonë dhe kënaqemi shumë të suksesshëm. Duartrokitje ju lutem sa të rregullojnë. Sa të rregullojnë Valja e Tropojës. Vini për parë.
Filipinos Office of Community Affairs, and it is an honor to be here with you guys. And Alba is one of the staples in our community that have to continue to keep the Albanian culture going. So on behalf of Mayor Adams, thank you so much. And thank you to President Bayram.